Rreshjet e rëna gjatë natës të së mërkurës kanë bllokuar edhe dy akse nacionale në jug të vendit, qafën e Llogaras dhe aksin Mallakastër-Tepelen. Në Gjirokastër dëbora ka krijuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Më e vështirë situata ka qenë në qafën e Muzinës për shkak të ngricave. I bllokuar gjatë paradites ka qenë edhe aksi Vlorë-Sarand në qafën e Llogaras. Në qarkun e Elbasanit, rreshjet kanë nisur që mbrëmjen e së mërkurës. Vëmendja më e madhe është përqendruar në mbajtjen hapur të dy akseve nacionale, Elbasan-Tiranë në qafën e Krabës dhe Elbasan-Pogradec në qafë Than. Situatë mjaft e rënduar paraqitet në zonat e thella të qarkut të Elbasanit. Kështu në disa komuna të nën prefekturës së Librazhdit, trashësia e dëborës ka arritur mbi 2 metra lartësi. Pra, këto komuna mund të konsiderohen plotësisht të bllokuara për momentin. Ndërkohë, probleme ka patur edhe në nën prefekturën e Gramshit, ku dhe atje trashësia e dëborës ka kaluar mbi 1.5 metra lartësi. Problematike situata mbetet edhe në qarkun e Korçës. Këtu akset nacionale janë të kalueshme, por qarkullohet vetëm me zinxhir. Ndërkaq në veri dhe verilindje janë ndërprer rreshjet e dëborës, por situata mbetet e vështirë në komunat e bllokuara në qarkun e Kuksit, Shkodrës dhe Dibrës. 28 familje nga fshati Gryknok dhe Çidhën të Peshkopis janë evakuar për shkak të rrezikut të orteqeve. Vlen të kujtojmë se në vitin 1985 në këtë zonë humbën jetën 13 persona si pasojë e orteqeve të dëborës.